Qendet Ndacak janë kthyer në një shqetësim serioz për qytetarët e Lushnjës. Të shfaqur në tufa, kryesisht në qendër të qytetit dhe në zona të populluara, ata po krijojnë pasiguri për kalimtarët. Sipas banorëve, në disa raste qend kanë shfaqur sjellje agresive, duke ndjekur qytetarët dhe duke tentuar të futen edhe në ambientet e bizneseve. Prania e tyre është vënë re pranë shkollave, parqeve dhe institucioneve publike, çka rrit shqetësimin, sidomos për fëmijët dhe të moshuarit. Situata sipas dëshmimeve të qytetarëve përkeqësohet në orët e mëngjesit, kur qend grumbullohen në tufa dhe lëvizin lirshëm në rrugët kryesore të qytetit. Banorët ngren pyetjen, çfarë masash ka marrë Bashkia e Lushnjës për menaxhimin e kësaj situate. Ata kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme dhe zgjidhje konkrete për të garantuar sigurinë publike. Ndërkohë jashtë Kamerës, specialistët theksojnë se menaxhimi i qendve Ndacak kërkon programe të sterilizimit, vaksinimit dhe strehimit për të shmangur rrezikun dhe për të garantuar sigurinë e komunitetit. Qytetarët shprehen se kjo situatë nuk mund të neglizhohet më dhe presin reagim institucional. Siguria në hapësirat publike mbetet një drejtë themelore që duhet garantuar për çdo banor të qytetit.